Këtë formën e tij të mirë ka rrit për Champions. Po, ka një ndeshje me United me Unë gjithë kuptoj ky E ka rrit për Sevillën. E ka rrit për Paris Saint-Germainin. Ku do luli? Ke konferencë apo misore? Tani duhet ndjej unë edhe Denisi keqardhje për ty. Fare. Ha? Zero. Jo, po them drejtën, pa keq më vjen, nuk është. Dgjoj. Ai Leao, domethënë se kuptoj. Kur do realizojë potencialin e jetës vetë? Atë se di. Domethënë, ka sa vite ka tash që jemi në pritje të shpërthimit të madh që realizoj potencialin dhe të bëj vitin e tij madhështor. Mbaj mend se dikur 21-22 kampion, Po, 22-23 finale. Ore, dakor, statistikat nuk kanë qenë aq. Është ka ngel akoma 70 milionë shisni ju. Jo, mbaj mend, nuk e di sa dakord të shori, dikur ka thënë që vlen më shumë se Vini, tash çfarë them. Ka thënë Antoni që Leao vlen më shumë se Vini. Apo Vini par vjet. O Vini me një këmbë vlen më shumë se Leao. Po të lutem. Nuk e di kur do shpërthej Leao. Nuk e di çfarë do bëj si vjet ai, po këto, shiko, si vjet pikërisht sepse s'ka Champions. Është viti që ai sa ndeshje ka të rëndësishme si vjet ai për të luajtur në Serie A. Me Juven. Ka Juven, 2 ndeshje me Juven, 2 ndeshje me Interin ka. 4 ndeshje kthimi në Cremonezën. Ka të drejtë që 5 ndeshje janë. Po ta jap justifikimin që ka qenë i dëmtuar. Apo do luaj me Torinon. 1 metër larg Portos nuk ta jap dot justifikimin për rëndësinë që ke për Milanin që je më i miri, e vlen 100 milionë, e vlen kaq. 1 metër larg Portos.